Sa I përket kësaj që po ndodh, natyrisht institucionet e Kosovës këto 3-4 vitet e fundit kanë pas një angazhim më të madh se më përpara për të goditur rrjetet e spionazhit brenda Republikës së Kosovës. Këto kryesisht kanë ardhur, është një rrjet I spionazhit I kontrollum, I financum dhe I orkestruar nga Serbia. 7 ose 8 prej tyre deri tash vetëm këto 2-3 vitet e fundit janë arrestuar. Unë inkurajoj domthonë institucionet e organit të rendit që edhe të institucionit të gjyqësisë, të drejtësisë që t'jenë gjithnjë më aktiv sa I përket zbulimit, sa I përket dënimit të këtyre personave. Qëllimi I këtyre është shumë I keq, tentojnë me destabilizu Kosovën, e performojnë një luftë hibride dhe speciale kundër personaliteteve të caktuara, kundër qeverisë, kundër kryeministrit Kurti, domthonë qëllimi I tyre është ky. Prandaj përshëndes çdo arrestim që është bërë, edhe këto javët e fundit. Sa I përket asaj që po e thoni ju lidhur me vizitën aty, mendoj që ndoshta nuk e kanë pas kapacitetin institucionet me verifikuar atë person, sepse po t'ishte verifikuar nuk më Armenia që kishte deportuar në zyrën e kryeministrit. Ai ka qenë në kuadër të një delegacioni të pakicave, të komuniteteve, jo shumicë që janë në Kosovë, diku kanë qenë 9 ose 10 persona dhe ai kishte arrit me u bashku atij delegacione dhe me qenë pjesë aty e vizitës. Po me vetë faktin që tash e keni në burg, unë mendoj që kjo është treguesi I qartë I orientimit të qeverisë tonë.